Statuja e legjendës së muzikës rock dhe soul, Tina Turner, nuk ish grabitur nga kompleksi i artit urban dedikuar figurave të famshme të muzikës që ndodhet në shëtitoren Taulantja në Durrës. Ajo mësohesi ishte dëmtuar dhe është hequr për arsye restaurimi. Në një kohë shumë të shpejtë është bërë rivendosja e statujës së këngëtares legjendare. Agjencia e Parqeve Urbane, pasi konstatoi dëmtimin e statujës ditën e djeshme, e ka hequr dhe e ka dërguar për restaurim në një funderi në kryeqytet. Administratori i agjencisë në Tiranë u shpreh se statuja është restauruar dhe është rivendosur në vend. Ne kemi bërë deri realizimin në bronzë të këtyre shtatoreve, ka në vitin 2015 dhe nga 2015 deri tani mund të kemi riparuar të paktën 4-5 herë, të gjitha. Duke filluar ke Peshkatari, te Tina Turner, te Big Jacker, Bob Dylan, të gjitha kemi bërë nga minimalisht 4 herë riparim. Ai bëri thirrje që statuja të ruhen nga qytetarët, pasi nuk është hera e parë që ndodh dëmtimi apo tentativa për t'i vjedhur. Tani që po flasim, sapo mbaruam punë, kemi bërë riparimin tjetër, por kësaj nuk i dilet kështu, sepse ne nuk mund të prodhojmë skulptura kundra vinçave, kundra levave, vjedhjeve, këtë s'mund ta bëjmë kurrë. Sado, edhe sikur të bëjmë edhe me çelik special t'i bëjmë ta, do vi tjetër do e këpusi me fleksa, me gjëra, domethënë ai duhet të gjithmonë e zgjen mënyrën për. Prandaj do t'i lutem gjithë banorëve të Durrësit, qytetarëve të Durrësit, me veprat e artit, nëse nuk i pëlqen, le të kthej kokën të kalojnë. Nuk kam punë pse t'i prekin e pse t'i vandalizojnë. Kjo është thirrja ime për qytetarët e Durrësit. Mesditën e së premtes u bë e mundur rivendosja e statujës në kuartetin e yjet të muzikës botërore, duke u bashkuar kështu statujave të tjera prej bronzi si John Lennon, Bob Dylan. Por përgjegjësia mbetet tek policia bashkiake që ka detyrë ruajtjen e objekteve me vlerë në qytet, të cilat bihen prej grapitjes dhe dëmtimit, ndërsa policia bashkiake shihet gjithkund nëpër qytet, duke vendosur gjoba për parkimet, nuk shihet askund për të ruajtur këto objekte.